domethënë nuk sheh, Valoni nuk sheh hiç fare, por është djalë i shkollum, e ka sos fakultetin, edhe magjistraturën, ha? Po. Hajde tregon pak, si Po, si mundet një djalosh i verbër si Valoni ta kryen fakultetin, ta bëj magjistraturën. 2 vjet janë shpall nxënësa më të mirë me motrën, me për gjithë shkollën e ekonomistë, me ditar, domethënë për klasa M1 edhe i motrë është lexuar që janë nxënësa më të mirë. Mashallah, mashallah. Tana- Çish mësojshi? Çish mësojshi? Po, suna të në shkollë të mesme, Po. një shoqe e bankës, atë kujdestarja, domethënë ato zoti më shëroft të kujdestarën edhe e ka ndru jetë, ama ajo na ka kështu si fëmijët e vet, mua dhe motrën, belem kur shku më regjistruana. Unë kom pasur te një profesor në klasë, e motra te kjo kujdestarja. E kujdestarja luti atë kolegën e vet i tha, a bën me tha që të dy ti marruna tha në klasë teme, tha mize kokën vëlla motër, atë tha se për mi doj ka tha zemra, din me një fjalë. Po. Edhe hinëm te kujdestarja. Edhe kena mësu suna kujdestarja i tha kolegëve, domethënë kolegëve aty në klasë i tha qënë tha, kush po merr tha iniciativën, mi ia dhën shkrimet Valmirës edhe Valonit, që mi ia shkruan domethënë në vetë mësimet të shtëpia për me mësu këta. Një shoq aty në bank tha, unë tha kujdestari, ja jap tha gjitha, se si në land, domethënë sot i kena pas 4 land që kena shpjeguar në orë të mësimit, ai na ka dhënë fletoret. Edhe pastaj nona i shkryen në fletore, edhe domethënë shkollë të mesme s'ka pas shumë mësime si në fakultete në master, domethënë tash ku dalëm te kjo pjesa ta shpjegoj. Atëherë domethënë nona lexoi mësimin, unë mbrapa nonës e përsëriça 4-5 herë. Nëna jote domethënë Po, e ka E ka lexu, lexuar domethënë. ti e ke dëgju edhe e ke mësu. E kam mësu. Po thonë edhe unë një herë më mësoj, një herë me motrën time. Edhe çashtu domethënë i kena mësu 4 vjet në shkollë të mesme.